Një nis që synon të kthej kontrollin e tensionit në pjesë të jetës së përditshme po zhvillohet në Lezhë, ku njësia vendore e kujdesit shëndetësor, e cila ka intensifikuar përpjekjet për të afruar shërbimet bazë qytetarët dhe për të forcuar kulturën e parandalimit. Në qendër të kësaj fushate që u zhvilla në qendër të qytetit, qëndron një mesazh i qartë: mos anashkalo kontrollin e tensionit. Një veprim i thjeshtë mund të parandalojë sëmundje serioze si hipertensioni. Përmes matjeve falas dhe këshillimit nga profesionistë të shëndetit, qytetarët po marrin më shumë informacion për trupin dhe rrezikun potencial që mund të bartin pa ditur. Mirela Ndoj nga njësia vendore e kujdesit Lezhë thotë se kjo nisë ka identifikuar edhe të rinj të moshës 18 vjeç e lartë, që pavarësisht se nuk kishin asnjë simptom, janë diagnostikuar me hipertension. Atëherë qëllimi ynë është të promovojmë sjelljet e shëndetshme të komunitetit. Është vënë re një neglizhim që bëhet nga qytetarët dhe nga gjithë komuniteti për sa i përket kujdesit shëndetësor, specifikisht matjes së tensionit arterial, që do të thotë, nëse masim do një matje të thjesht rutinë, kapet një tendencë për hipertension, mund të mjekohet në kohë. Këshillat janë shumë të nevojshme, siç është matja e tensionit, dhe specifikisht ushqyerja e shëndetshme, që do të thotë eliminimi i kriprave, aktiviteti fizik. Ky është qyteti i vit që në qytetin e Lezhës, por jo vetëm, në gjithë Shqipërinë, dhe është edhe me gjerbë, është një studim që bëhet në të vërtetë për sa i përket hipertensionit, kapjes së hershme të një tensioni arterial, dhe gjetjet janë interesante. Njerëzit kemi pasur plot raste që edhe të rinj, të cilët 18 vjeçar, 19-20, me një tension jo normal, të cilët nuk e dinin fare sepse nuk kishin bërë asnjëherë matje të tensionit arterial. Fushata njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Lezhë synon që përmes informimit dhe shërbimeve falas të matjes së tensionit, qytetarët të kuptojnë rëndësinë e diagnostikimit të hershëm dhe të marrin masa për ruajtjen e shëndetit të tyre.